Manesh. Bravo. Po, shumë. Ani, po, ullëm qëtë. Po, kjo qika jenë, po. Agim, që ti që provestën gjitha ne, atë pjesën. Po e lirë, qika jenë që kjo. Kjo është qika juta? Po, kjo e madhë, ja. Mashallah. Zotë është përbleft edhe kjo tjetra nuk pilen vetën, po vjen... A, këto ka shoqe, Po, shoqe, asaj po vjen, po lunë me to. Shumë mirë. Ko ka rejt qika, mashallah. Pishe që shurrit për mashallah. Inteligente është e meqme i tanë, po... Halas është të full. A, s'mund me full? Nuk flet. Me pati kanere do vizatime i bën do umanit shumë është e kfjellë inteligente, po. Që të brengë kam, që kjo mu më ka lodhë shumë. E di që unë po ka gjëmat e i mërzitëm kështu. Po që kom ditë kërë se qëfar problemi ki kështu. Vetë zemra e prindit e din kër e ka e vladin me një smundja që me qujtë këto. Kjo më ka lodhë shumë, po do të mu pajtu të ke funit me caktim Zotë. S'po di që më. Ke din që Zotë i sprovon njerë si i dënë. Edhe kjo është sprovë. Nashta vjen një ditë Zoti ba mrekullia, nuk dihet. I kthehet, dënë Allahu këtë. Kështu që ba sabër, ba durim. Allah shpërbleft o i lirë për këtë fjallë të mira, po së di të shohëm. A ke pas të logopedja, të miku? E kum pas, po edhe këtu pak seancat, po kushtojnë vëlloj me të thotë drejten e, po edhe në qatë fillim bile e kum pas shumë, ma shumë, së është në pyetje edhe sa kushtojnë të ke funit. Veç me pas një sukses. Agim, po s'pat hala. Ti din që na jena shohë ma ty. Po. Që ki nevojë diçka më me të ndihmon këtë aspekt. Shohëm nashta mundëm dikun edhe jashtë. Mi dërgu vajzën të nejë mjek më i fort, të nejë logoped. Ndërsa dënë Allah i kthejt folin, nuk i dihet. Kështu që mos e mund të shumë. I lirë për me shku jashtë në për mjekime këto shpresat veç të Zoti moj kam. Te mjekët mos po më mërmene që mujnë me bo diçka. Te Zoti s'ba me u shpresat kërë. Allah gjithëherë ka me nasprovu me diçka. Edhe s'mundja sprovu. Që e din. Kështu që vjen e ditë nuk i dihet. Zoti mund e bo mrekulli. Po me bo të shofër. Mi ndihmu njerëz dhe kisha thonë sa kishe mujti në atë aspektin tanë. Mi prekra njerëz, mi u gji njerëz në situata ndryshme. Po. Kështu që kish me të bo dobi shumë. Qashtu është bre, qashtu është i lirë, po saj përket një njerit për mënu nësat. Me bo dua sa ma shumë, Agim. Për doa po këtu mire ki. Doaja shkën të Zotin ashtë. Njerit e drejt, Zoti ja pranën duat. Gjithherë doaja është një armë e fuqishme e besimtarit. Kështu që mos e hop besimin kërë. Mos e zhgënje kërë, se Allah banë mrekullina. E dënë Allah të aprecoj duke. Amin, inshallah, Allah të shpërbleft për këtë fjallë të mira. Po ma letën vëllaj, sa të edhin nuk ka mëna shok ma shumë pos ty, me ty qëtë me në njëtë qështu. Agim, lej, po mos e moj mendin shumë, gjithë të kjo. Hajde shkojmë për pej kohë, ndolëm, e tani flasëm avana për. Po, ani qohëm. E lej këtu vajzët ty në mashtë. Ani, letë lujnë këtu, pra, qohëm nga ka dalë. Shkojmë ati pushojmë pak e, mos e moj med gjithë të. Ani, bo, mirë. Po, inshallah. Nëse të ti kam një të shprejt si shala të ma vazhdojnë në sarë. Dhe kitë vërshë.
Selamu alaikum. Selamu alaikum, o vëlla. Selam aleikum. Aleikum selam, qysh je? Po mirë. A je mira rahata? Po mirë ka dhe zot. Shqyqer, qa ki bro, dhe qysh po do kësh pak. I shqetësun po do kësh, qa ki? I shqetësun, jam për vëlla se Hajri kam një shala. hall e s'po di qysh m'ja nis, i kam njanet Qa ka është? do pare përç, Bërç? jam ra dilim s'muj me pas zgjidhjen. Hajri shala. Pse qa ka Po është qysh? qa dhe zoti, po për do tokë, e kom marrë do pare përç për do tokë, s'po muj me këti borgjin. A ki vade, a qysh e kini lana? Vadën e kena caktu, po kërkoj edhe para kohë, se ish boshti i keq, e më ka qitë dilemë. Po. E tash, nga trejsa po dënë, qka aj? Po e voton nga trejsa tash. Allah ta lecoft, po pas po mund është me asiguru në qysh, a është shumë ajo ato qysh sa jana? Nuk është edhe shumë e madhe, po s'po mujna mja siguru. Se shumë e madhe nuk është, po s'po mujna mja siguru, pyta të dasha mirë, do shoh. Thash, mos do zoti, Se dhe zbanin, edhe të gjamija, thash mos do zoti, mos po takoj na i kanë një njeri që mundet me na ndihmu. Allah ta lecoft, Ahmet, po a zbanën zhidhe që ta shokët e tu që në një? Po fola dhe me i dirin, thash mos rastisht, Po, i liri. po i thos s'mujta me ndihmu. Qashtu edhe aji ka pak punt. Po i shoha Allah ja lecoft ati. Shoha dhe zoti madhe na ndihmon e na Ahmet, nga, që të bërç, lema mu, me emën Zotit, për hatër Zotit unë e kam i kry. Shola aty për hatër Zotit, shliron ku jemi angusht, Heq mos u shqetëse. familja, ku jemi angusht, shola aty Zotit shliron, e ata qanë. A qëtash je lutë mas mirti. Qëtash je lutë mas mirti. E inshallah Zotin na bën për njëri tjetrin, me inimu njëri tjetrit, e me ju gjenë njëri tjetrit gjithmonë. Për që të bërë që heq mos të kish gale. Panderit. Se unë e erë, që e erë atë pash vëllaj, unë dhash selam që aty po zonë nive, sa shako. Valla pe ngarkese, pe obligime, as nuk pasan të zjo. Allah ta lezov, hiq mos u shqetëso, se ta shkohe namazut, mase dole adhone në gjami, edhe falum rahat, edhe bashkë kena me shku aty edhe unë ta kryqit punë. A u bo? Shola të zot. Hajde. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, alhamdulillah. Mirë. Qysh mi kalan, mirë? Po mirë ka dorë zotë, qështë? Alhamdulillah, po shoh që përballon mirë këtë sprovë. Se ki ko gjashtirë. Po më nuhë në bre, që më po? Dije që këtë sprovë që kiti, Allah përmes sajna të forcën, edhe të pastrën. Jo çdo kush mund me përballo këto. O e lirë, unë jam i pajtun me caktimin e Zotit. Veç, na lo dhe me ndo pak. Me më rrit qika, sa vjet i bani edhe halas po më thirë babë. E qysh nihet një babë nëse nuk i flet qika. E di agim. E di të kuptoj. Nuk është e litë. Të kuptoj agim. E di që ki shumë vështirë. Po, Allah i sprovon ata që i dënë. Po që është? Edhe me këtë sprovë, dënë Allah me të forcu edhe ma shumë. Ka njerë po mendoj, po thamë lëmë ata që nuk kanë edhe e vlad heq. Jo, agim, mos të jashtë. Që du të mi falendru Zotin që të ka fort fëmi. Ka shumë njerëz nuk kanë fëmi heq. E ti, mashallah, ki vajzën, tu ka rrit, e shëndosh. Dënë Allah o banë mrekulli. Kisha këshilua diçka si vlla. Lutë Allahun me bindje të plot. E qysh mi lutë? Po, s'pari ndihmoj të varfrit. Falë namazin me përkushtim edhe me bindje të plot të Allahut. Jepet zakatin. Falin njerëz se të kanë bërë gabime, kanë bërë lëshime. Allahu do në bëmë mrekulli. Po thu që në këtë mënyrë duaja pranohet ma letë?
Po vëlla. Bani këto vepra, Allahu nuk e lën dursat ato që ban lutje me bindje. Ilir, Allah të shpërbleft se ma ke qetësu zemrën, ma lehtësove edhe zemrën. Allahu ta lehtësoj. Amin. Po, masi u thirrë zoni, shkojmë falum, Shkojmë akim. edhe na freskojnë zemrët ma shumë. Shkojmë se falë namazin, jena ma lehtë. Ani, hubo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Lina, çaj çuma, çabuk. Lina, çaj çuma në këtë vakt. Në jondër, jetu ta? Ani, qyshe pe? Në jondër të mirë, mashallah. Sa mirë, ani qika jam. Qyshe pe, spjega ma pak. Aha. Je gëzu? Je gëzu shumë? Aj, mashallah. Ani që kemë, ani, flaj edhe pak, për shatë se qërë koha tash është vanë. Flaj tjetërin në krah, e Allah të rujtë, heqë më së shetë. Shumë mirë, për më vjen që pas ke pa një ndër të mirë. Shtrajo që atë që kemë. Wallah, letë sa na këtë sprovë. Mësë me mujtas e vladin me këptu kur spjekën t'i qka. Lina? Që ka babit? Hajde pak, hajde. Qysh je? Ty të kanë qikë të mirën e. A je mira? Shqyqer, inshallah je mirë zëthmonë, bre.
Qa që i kemë? A, ondrën. Ondrën? Ja, bra, qa që i kemë? Ondrave, mos javë në menën shumë. O, bo, mos inga, hajtë se ondrë jenë të. Hajtë, inshallah i ke po në ondrë të mirë, u kjo, mos të në. Qa? Peser? Peser e ke po të njëjtë në ondrë? A, që. Kjo s'ko ka ondrë e thjeshtë. Ani që i kemë, hajtë si këqyrë më shumë. Allah të rujtë ty. Ti e fort, edhe je meshme. Shtash e ondra të mirë ti. Që më stem. Lina, hajde me lu. Që po të thirë era, shka luj, prata me shimë. E me që i kemë. Interesante, po s'ka po atë ondër. 5 herë ondrën e njëjtë. Edhe tha që u gëzu në ondër. Në shku mi bollaf me Ilirin, me shukun tem. Te shuhum të një. Qa po bëhat? Hajde sholla, Allah e rujtë edhe këto në tonë. Agim. Mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta Ilir. Qa ka të diçka ne i ka jo, ka diçka? Po, ti din bre Ilir se mas shumë të që i qaj hallet jeti. Më ke bo me të thonë drejten si shok, po si vëlla musliman, po veç edhe si psikolog. Me ty po shliroh në ma shumë. Kësa herë erdha me punë vëlla, du me të vetë diçka. Po, më falerisht na jem shok, më të një jem. Ka të bëj me qiken tem. Po? Ajo një nato që u më nëzirë dhe gjumin e kumë po një ondër bëjke me dë gjeste që ashtu. Qfar ondër e ka po nuk po mëj me smujta me i ronë fije. Veç e di që ish pas gëzu këtë gja shumë. A po, a? Po një dit, djebile, apet në bërë që shto e shumë ditën të lujt edhe më preke dhe i kemi më galzu për do ondra. Ha, tha shka po, mos javë në menën, thash ondra. Jo, tha, më bëjke me gisht e shtu 5. Thash 5 herë ke po, tha po, do më thonë që atë ondër, ishe qpesh edhe po kesh. Se qka ka, qa mund me konë s'po di bre. Agim, kjo është njësa e mirë, elhamdulillah për Zotit. Po thua? Po, mos ke bona e vepër të mirë ti kove të funit, që patëm, po të lapë me dëkshilat ti, pa të dho ma herët. Po bre, po s'po di naj vepër të mirë. Pa të ndihmu dikunja diçka, po... A ke fillu mu lutë ma shumë, me o namaz dhe dime? Me të thot drejten, që shke puna i lërë. Shkova një dit të arat që nena, edhe thash, ma shumë jo me i këqyra arat fort, po me hjek pak mërzi, me jec pak. Po? Rasisht i niva do burra tu, me zot nalë të diçka, edhe nga ova, ishin pas 4. A po? Po. Edhe, tash nuk lësheshin pe, a i the ke dej qëtu e kam token, këtë e kjo është tem tjera ashtu, edhe patën edhe me bo gjak dhe erde, zotin e rujtë. Pasaj kër e posh që s'po dojnë as njoni me lëshu pe, njoni ti premdova, thash, lëshaja u thënë. Thash, falja, ku po thët ky, lete vendos. Thash edhe, si shpërblem, i kam 2 arat vogle njonën, thash, po të epi ty. E pranun, thash, veç pajtenu për hatër të latë. Agim, kjo është shumë e mirë, pas i bon një vepër të mirë, edhe dënë Allah që bon se bepët një manë në këtë qashti që kiti. Po lezo Allah dhe Kur'an të shpija pak ma shumë, këtu e pas ke bon një vepër të mirë atje, pas ke pajtu 2 njerëz që kanë konë gati, kanë mytin me zveti. Tash për vajzën s'po di, qa po ta mërmene, për vajzën që qa ka të bëj kjo? Po lezo Allah, se kjo ndikat e vajza. Mere vajzën nga të, e lexoj Kur'an, në i surën më të letë, më të bukur, për shembull surën e Rahman. Rahman? Po, e lexon ofër, qika ka nevoj, nërta i zbutet zemra dënë Allahu, e bon. I lerë mire ki qëtu? Doaja, lutja. Mire ki, pra qashtu du me bo? Du me lexu Kur'an nga të vajzës tem. Provo. Me këqyrë që shpër e agan. Provo, vëllam. Lutë Allahun sa ma shumë, ta është të ditë, mos të tërheq. Lutë Allahun, lutë. Allahu ba mrekulli. E dënë Allahu që lutja ju të të pranohet. Inshallah bre, Allahu të shpërblift. Që kjo ke halli jam? Mos e ki ka sa vetë. E me më dhoj se po qohnë Po rrim. Jo, po shkaj, se te e din, unë menzis po pres me pas një reagim, me pas një diçka. E din qa do më thonë, e vladi kur s'full në ashta me vjetë. Edhe në fund veç një fjallë me më thonë.
Unë e flaj ka i herë dhe qohë në veç me më thonë, me atë shpresën, a ka me një që i kënë tem të thirë babi. E di. Inshallah Allah ta lehtëson edhe ta plotëson duan. Amin. Allah të shpërbleft. Izën. Amin. Faleminderit. Hadi, selamu alaikum, Allah të shpërbleft. Lina, që i ka babit, qyshi? Qa që i ka? Ti e ki vëzatua? Mashallah, po ti je inteligente bre. Shpia jonë? Sa mirë. Që edhe këto i pas ke vëzatu kodrat, këto të shpez të fluturu shumë mirë. Ty të pëlqen natyra, unë e di. Shumë mirë, po më pëlqen. Bravo që kem, shumë është të më pëlqy. Ti je inteligente edhe je shumë e zgjut që sa mirë ke vëzatu, për mashallah, të lumë shindurt. Po, qika jam, a lexojna pak Koran? A një mërë një Koran që aty, edhe ti më dëgjan qëtë, hajde bismillah. Që thoj here, po kam qef me lexu surën Ar-Rahman. Edhe pe lexojna kismet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع چیکم؟ چوشته؟ چوشته؟ بابي ما شاء الله الحمد لله Elhamdülillah, Allah. Ty të kanë falenderimi.